Ligjvënasit prorus në Krime, e cila aktualisht është e pushtuar nga forcat ruse, kanë miratuar një deklaratë mbi pavarësinë e Republikës si një shenjë paralajmëruese për referendumin, i cili do të zhvillohet të dielën. Ligjvënasit në Krime bën me dije se miratimi i deklaratës që është bërë është një hap teknik para mbajtjes së referendumit të dielën, ku qytetarët do të votojnë për bashkimin e këtij gadishulli me Rusinë. Deklarata, e cila ka marrë bekimin e ligjvënësve, thotë se nëse banorët e Krimes votojnë për përfshirjen e Krimes dhe të qytetit të Sevastopolit në Rusi si entitet kushtetues, Krimeja do të shpallë republikë të pavarur pas referendumit. 78 nga gjithsej 81 ligjvënës të pranishëm në seancën e mbajtur kanë votuar në favor të kësaj deklarate. Parlamenti në Ukrainë, anën tjetër, ka paralajmëruar parlamentin në Krime se do ta shpërbejnë nëse nuk e anullojnë mbajtjen e këtij referendumi. Vendet perëndimore dhe qeveria në Kiev kanë thënë se nuk do të njohin rezultatet e referendumit.